jemi shumë mirë. Jemi shumë mirë. Kur them shumë mirë, ka vend edhe për kritik, sepse por në krahasim me palën tjetër jemi shumë në pozitë më të mirë. Sepse ne jemi edhe si njerëz, si popull jemi më shumë. Fjala bie në Tetov ka shumë njerëz, në Kumanov, në Likov. Ndërkaq te pala maqedonase, madje këtë e ka treguar edhe çështja e natalitetit, nuk ka shumë njerëz, faktikisht nuk ka konsumator. Ndërsa te pyetja që ma parashtruat, vërtet është ashtu, se unë kam miq që kanë ndërmarrje dhe me që jam studiues i kësaj çështje i pyes shpesh. Pse ikni prej tatimit? Tani nuk dua t'rregojmë se unë jam patriot, edhe paguani tatimin shtetit. Jo, por kurreshje, pse ikni? Shiko, kanë pohuar faktikisht pjesërisht ikin se nuk mund sot, sidomos me instalimin e mekanizmave fiskale, tash ajo pllakata, tash jeni detyrueshëm ta kërkoni llogarinë fiskale, tash janë shtrënguar çështjet. Padyshim pjesërisht ata ikin. Pse? Sepse ka ndërmarrje në Kumanov, tash po flas për Kumanov, ka ndërmarrje e cila punon afro 20 vjetëve. Punon pjesërisht duke ikur tatimit, pjesërisht duke paguar, pjesërisht 2 punëtor të regjistruar, 3 të paregjistruar, sidoqoftë e ndajnë çështjen në gjysmë. Thonë me të drejtë, ku e ke ndriçimin publik? Gjë që është turp në këtë shekull, në këtë kohë të kërkosh prej autoritetit komunal ndriçim publik. Ku e ke rrugën? Ku e ke trotuarin? Ku i ke edhe shumë kushte tjera, të cilët përmes tatimit duhet na kthehen në formë të rrugës, në formë ndriçimit, sepse këtu mungon një motivim nga ana shtetit, dhe shteti këtë e bën qëllimisht. Pse e bën qëllimisht? Shteti, pushteti, faktikisht mendësia e pushtetit, sepse aty kemi lloj-lloj njeri, mos ti personifikojmë gjërat, kemi lloj-lloj. Mendësia e pushtetit kërkon të krijon problem. Faktikisht kërkon të krijon zbrastësi juridike në një çështje të caktuar. Pse? Sepse ajo i duhet për më vonë, apo i duhet kur ti urdhërohet prej dikujt. Fjala bie një rast shumë aktual, rast i dhimbshëm faktikisht. Ju ishi dëshmitar me 25 nëntor vitit 2012, para përgatitjet për festimin e 100 vjetë shpalljes pavarësisë, edhe shqiptarë të gjithë u gëzuan, është e natyrshme të gëzohen, të ngrisin flamuj, dhe pushteti që u thiqet më shumë prej maqedonasëve në Kumanov. E dim neve, kur flasim për pushtetin, e dim në këmendojmë. Pikrisht, edhe atë me 28 nëntor i la. Ja, festoni, është ditë e juve, këndoni, ngritni flamujt, organizoni koncerte ndryshme, dhe me 29 nëntor, pushteti sikur tjetë një ujk i tërbuar, i amosyu ndërmarrjeve shqiptare, ndërmarrjeve të mesme. Pse? Kërkonte paregullsi, dhe padyshim ku e cekëm edhe më parë, po kërkove mund gjesh. Dhe atë ditë kemi ka pasur shumë dënime. Do thotë, me këtë desha them se mendësia e pushtetit qëllimisht krijon zbrazëti, edhe në rastet saktura i mbyll syt. Edhe pse e shef se është padrejtësi, është paregullsia, por nuk bëzon njëherë. Nëse ka interesin e vetë. Nuk e ka interesin. Dhe ja, interesi ishte me 29 nëntor të vitit 2012, ti dënoj, ja, i erdita. Po pse këtë ditë, ju lutem, faktikisht shtrëpyqja, a kishin drejt autoritetet komunale? Kishin drejt. Qeveria një kohë të gjatë kishte probleme me kthimin e TVSH-s kompanive këtu në vend, dhe kompanit të duruan një kohë të caktuar, një periudhë të caktuar, mirë po kur fillon të kërkojnë të drejtat e veta,
kam një uri prej shumë ndërmarrësve që momentin kur kanë filluar prej shtetit të kërkojnë kthimin e TVSH-s, të nesërme janë që kontrole të shumta, inspekcione të shumta. Valmos është kjo krim ekonomik nga ana e shtetit? Tani ta përvijojmë si krim ekonomik duhet studim, padyshim, por se hakmarrje politike në emrin ekonomik po. Sepse kjo tash ne mund ngjejmë, edhe pse është hapësira e ngushtë të flasim, ka me dhjetra raste të tilla ku shteti, mendësia e pushtetit lejon. Në kohën kur natyrshëm e kërkon një të drejtë, thot, para se ta plotësoj këtë drejtë, ju lutem, ja paregullësia. Dhe është e vërtetë se ekziston paregullësia, po mirë. Pse pak më herët nuk ishit ju ta qepni këtë padrejtësi? Ju lutem, kemi argument, kemi urdhër se ju notoni në këtë padrejtësi dhe padyshim duhet të shqiptojmë dënim. Kjo është mendësi, jo vetëm në Maqedoni. Tani mos ta kufizojmë çështjen, është në përgjithësi, sepse vlerësoj ta theksoj një rast në Kosovë, me që kam qenë student në Kosovë edhe paksa atje çështjen e di, te çështja e tatimeve. Në kohën e pushtimit serb, teksa ishte pushtuesi serb atje, disa shqiptar, disa ekonomista, por njëkohësisht edhe patriot, që ishin më syqel se disa të tjerë, në mënyrë të fsheft, bënin predikim mos e paguani tatimin, mos paguani ikni, faktikisht rekrutonin kontabilist të shkafët, që si t'i mësojnë të ikin prej tatimit. Pjesa e tatimit që duhej, realisht i paguhej Serbis, Jugoslavis, të përcaktohet për mjete luftarake, armë, organizime politike, etj. Dhe çuditërisht, pikrisht në atë kohë, tatimi u paguante si tërsi. Do thotë, përkundër predikimeve, përkundër thirrjeve intelektuale, mos paguani tatim. Këtë bënë në mënyrë profesionale, sepse kishte rekrutime, dhe ata çuditërisht populli, padyshim prej frigës, prej anatemimit të ndonjë fitimi tjetër, ata paguanin. Dhe pasi iku faktikisht pas luftës së drejtë të UÇK-s me ndihmën e NATO-s, tani njëjtët njerëz bën thirrje të njëjtët ndërmarrës, tani e kemi shtetin tonë. Shteti nuk mund të mbahet me donacione e me vitra, por shteti tani duhet mbahet me pagesën e tatimit. Pikrisht në këtë kohë në Kosovë ke ikje marrëmendje prej tatimit. Dhe kjo mendësi anakronike, vërtet prej kohësh më ka shqetësuar. Pse? Pse do thotë jemi në kohën kur duhej kryer në thojza një krim, ata ishin të drejtë. Në kohën kur duhet asgjësuar një krim, këta bën kriminal të shquar. Në titulli i punimit tënd është sfidat e sigurisë kombëtare në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni përballë krimit ekonomik. Cilat janë pasojat politike dhe të sigurisë, të krimit ekonomik? Padyshim, kemi edhe argumente, siç ishte rasti i vitit 97, gjithashtu edhe në Maqedoni, viti 2001 në Maqedoni, në Kosovë tani çështja e veriut, padyshim një pjesë të fajit, një kontribut i madh i çështjes së pasgjidhur është edhe krimi ekonomik, kontrabandimi i produkteve strategjike siç janë cigari, alkooli, nafta. Nëse në një vend dëndësohet prania e krimit ekonomik, prania e njerëzve kriminal, sepse tani kur them njerëz kriminal, ndokujt i duket shumë akuzë e rëndë. Si mund t'i thuash? Ndërkaq kriminologët, këta i vlerësojnë edhe më keq se një kriminal ordiner që vret njeri, sepse përmes krimit ekonomik nuk vret një njeri, por zvarrit një popull tërë. Dhe më në fund i dërgon të gremina dhe përfundojnë
në një përfundim shumë të keq. Prania e krimit ekonomik fillojnë bulëzat e para të konfliktet të interesave, sidomos konflikti interesit mes qytetarëve, ndërmarrësve dhe siç e kanë fillim kategorizimin. Nuk mund pandehim për një funksionim normal ligjor derisa krimi ekonomik gëlon në çdo anë. Faktikisht vetë gëlimi i krimit apo mugullimi i krimit ekonomik dëshmon për jo funksionimin e shtetit ligjor dhe dihet mirëfilli logjikisht në atë vend ku ligji, qoftë moral, qoftë juridik, nuk funksionon, dihet se çka ka, troket anarkia. Me trokitjen e anarkisë mund fillojnë trazirat, konfliktet, luftat, deri te luftrat qytetare e të ngjashme. Sepse krimi ekonomik ashtu si inflacioni që i zhvlerëson paran, i humb vlerën çdo gjëje, gjithashtu edhe krimi ekonomik i humb vlerën çdo gjëje. Do thot, i pandeshmi hiqet si ndeshëm, analfabeti hiqet si analist, analisti struket në një skaj dhe nuk bëzon fare. Faktikisht kjo është pjesë e krimit ekonomik. Pjesë e krimit ekonomik, asistent apo profesor të fakultetit përmes paregullsive që kryefjalë mund ta kenë krimin ekonomik, korrupsionin, ndërmjetësimin, sepse pjesë e krimit ekonomik është edhe nepotizmi, familjarizmi, mund ta bëjë vetëm dhe po që se çështjet kalojnë në anakronizëm. Do thot unë si i ftuar i sontëm e marr rolin e intervistuesit dhe ju rolin e përgjigjedhënësit, ata nuk mund të kemi një emision të frytshëm. Ngjashëm edhe krimi ekonomik i pështjellon gjërat dhe logjikisht nga pështjellimi i gjërave nuk mund pritet mbarësi apo mbarvaqje të mëtejme të mirë. Mund pritet destabilizim politik i sigurisë. Ne jemi dëshmitar, me që edhe pse unë i përkas moshës më tre, por nga ajo që kam lexuar dhe nga ajo që kam bërrit ta përjetoj, përmes krimit ekonomik pam trazira, konflikte, luftra, pam gëlltitje premtimeve, pam mos vlerësim të meritës së atyre që lanë gjymtyr, që lanë jetë, që derdhën djers në luftë. Faktikisht mund ta përmendim këtu, nuk mund të themi se është krim ekonomik, por pse jo mund të jetë çështje problem ekonomik, çështja e zgjidhjes së statusit ish ushtarëve të lirisë, ish UÇK-s, dhe njëkohësisht kërkesa me ngulm e ish mbrojtësve maqedonas. Pse? Kush është kryefjala këtu? Kryefjala është paraja, faktikisht kompenzimi i mjeteve financiare. Gjithashtu tani me që është... Unë desha të të përshtroj një pyetje dhe ndërlidhem këtu. Sa projekti Shkupi 2014 hyn në kategorinë e krimit ekonomik? Simbas me nga shumë aspekte, po të lutem për vlerësimin tënd. Po, pikërisht, unë kam Shkupin 2014 trajtuar konkretisht në libër. Faktikisht tu kam hedhë edhe tezën e mos mirënjohjes së mërgjimtarëve, e kam bërë një ndërlidhje mërgjimtar Shkupi 2014. Shkupi 2014 në bazë pushtetit, në bazë gjykatave, në bazë verdiktit zyrtar, nuk mund të jetë krim ekonomik. Pse? Sepse bën soaza ligjore, pavarësisht se brenda atyre çështja e tenderave, çështja e punëtorëve, ajo është çështje tjetër. Në aspektin e përgjithshëm, Shkupi 2014 nuk mund të jetë krim ekonomik, por ndryshe mendon pushteti, ndryshe mendon një studiues, sidomos në vendet në tranzicion. Ne kemi rast kur na është vrarë ndonjë ish luftar, shqiptar, dhe shteti e ka pandes si kriminal, si terrorist, si mësymës
i ndonjë pike policore, ndërkaq në zemrën time, në zemrën e shumë shqiptarëve, njeriu në fjalë mbetet hero, jo vetëm hero, po njeri i drejt, të cilit i është bërë një padrejtësi e madhe. Shkumi 2014 në bazë të studimeve, në bazë të anketave, në bazë të bashkëbisedimit, në bazë meje, padyshim, është krim ekonomik. Pse? Sepse unë si tatim pagues, vllau im, xhaxha im nga jashtë, si prurës të remitencave apo të ardhurave nga jashtë, siç njihet në popull, para tona që derdhen në buxhet, pastaj prej buxhetit u trajtësua në bronzet pa dëshiruar për neve, përmes ndërtimit historisë nga zeroja dhe njëkohësisht nënçmimit të identitetit tonë. Ajo është nënçmim, edhe pse nuk thuhet publikisht, ajo është nënçmim, se faktikisht është ai stilis maqedonas-ortodoks, mund t'i thuash, dhe anatemimin e shqiptaro-musliman, këtë çështjen, këtë pjesën tjetër bit pazar çajër. Për mua është krim ekonomik. Pse? Po ju mund thoni si ka mundësi krim ekonomik kur shteti nuk e ka vlerësuar tillë. Është e vërtet, unë pajtohem në bazë të pikpamjes së pushtetit, nuk është krim ekonomik, por unë jam i lirë ta konstatoj, mund mos jetë relevante kjo, mund ta konstatoj se është krim ekonomik, se parat e mia dhe të vllaut tim, xhaxhait tim, të miqve të mi, shkojnë atje ku nënçmohem unë, ku nënçmohet idili i identitetit tim, dhe është krim ekonomik. Pse vallë... Ky është një aspekt, po është edhe një aspekt tjetër që në kohën e krizës ekonomike globale, kur konkretisht këtu në Maqedoni është papunësi e madhe, ndoshta nuk është në atë aspektin teorik krim ekonomik, mirë po, kur unë jam pa punë, edhe ndërtojnë përmendoret në vend të